Në një botë ku imazhi flet më shumë se fjalët, dizajni grafik është kthyer në një nga profesionet më të kërkuara dhe më me ndikim të kohës sonë. 18-vjeçarja Majda Dobruna nga Gjakova, një herët studente në fushën e artit, ka folur për lidhjen e saj me artin dhe rëndësinë e dizajnit grafik në kohët moderne. Mu më ka frymëzuar se përse kur kam qenë fëmijë, ka pëlqyer fusha e artit, domethënë, edhe dizajni grafik i hapi disa rrugë që unë nuk e kisha menduar që ndonjëherë kanë më hap. Zakonisht marrin 2-3 orë një, por nëse është ne më lehtë më kërkon pak më pak. Studentja Dobruna vuri theksin edhe të dy projektet që janë pjesë e rëndësishme në rrugëtimin e saj artistik. Më ka pëlqyer më shumë të që e kam bë, ka qenë vajza me vath perle që kam realizu, edhe është një lloj ilustrimi ku nuk është direkt piktura, por nëpërmjet ilustrimeve vëret vajza, po ashtu ka qenë edhe projekti për korin e grave dhe vajzave të Gjakovës që kam realizu dhe ka qenë një ndër projektet më të mëdha që kam realizu ndonjëherë. Përmes pasionit të saj për artin dhe për kushtimin ndaj dizajnit grafik, 18-vjeçarja nga Gjakova shprehet me besim se premton shumë në këtë fushë dhe se shumë shpejt do të jetë pjesë e disa projekteve të rëndësishme, të cilat do ta pasqyrojnë më tej talentin dhe angazhimin e saj.